Sa e bukur je, pa shatrin e Zotit. Ngrihesh mallështore, si një nuse moti. Je lulja ma e bukur një kopsht lulemore. Dikur kanë pas thanë, Shkodër, mëj dashnore. Je Shkodra e Migjenit, Holiqit, Fishtës e Mjedës. Do t'jesh e bive t'mi, do t'jesh për jetë të jetës. Kur më pysin për ty, mushem me frym plot, du me izgjedh fjalët, du me dalë për Zot. I ke buzë të kuqe, ke roza në qaf, syt i ke blu, kunor ke një rozaf. Përshëndetje miq kudo që jeni. Unë, me kolegun, mjeshtrin e Mall Besnik Qinari, do t'jemi në këtë podcast. Ju premtoj që do t'kemi një rrugë të gjatë së bashku. Ky podcast realizohet në kujdesin e Agjencisë Spektakleve Jehona e Shkodrës me president zotin Xhelal Halili. Dhe sponsori i këtij podcasti do t'jetë këngëtari i mrekullueshëm që jeton në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Artur Matia. Në këtë podcast do të vinë dhe janë të ftuar të gjithë ato, sportist, artist dhe jo vetëm, që kanë krijuar një personalitet në fushat e tyre përkatëse. Kjo do të jetë një derë e hapur për ta, por një derë e hapur edhe për artistët e ri që duan promovohen. Do të jenë miq të ftuar nga Shkodra, nga e gjithë Shqipëria, nga trojet shqiptare, edhe nga diaspora. Të ftuarit tanë do të rrëfehen për gati 60 minuta, jo vetëm për arritjet, por edhe për jetën e tyre private. Zilja ders, Pero, dikush ander. Po i shkohet ku i mërzat në këtë orë. jo të pro për na, desh me mëra me fjetësh. Po tu s'me plajnë, të po plajnë bëllë në bo, po nëse kena punën tonë. A di që unë po dale hapi derën e pa shaf kush ashti. Por zëtën hape dhe, mas në indep më hape të fartë. Dikin. Pa shaf. Duni miq. Alma bella. Maj Alma. Pa dorë në. Mos luj vespër, se do me të rogë. Ja, ba ja. Dhe s'pë të qyrë kush për. Hajde, vëzna. Alma vela i bes. Alma. Alma sonte në podcastin tonë. Alma vela i bes. Njef bes. Alma është podcastistja e parë në këtë emision. Podcast është i bukur. Shumë. Fakti me thonë detin, unë jam prej lagjës Bekshar. Pa. Gjithë mund e kena pasë më vonë, tanë lagja, me hap një podcast për që pra. Nuk Bes, arritme. ma e bukra është nona jeme, dritë pastë. I pa ta thonë, unë doli kja podcast, i tha unë, non, kam me shku në podcast, jam eftu me në podcast e kam me ikë. Po sa ditë doni me ndaj. Kur s'ka thonë më sëroj dhe në fond. Për te i shakave, podcast do të thot biset e incizume në audio ose e filmume në video që shfaqet në rrjetet sociale edhe shihet sa herë të duam. Mirë se erdhe Alma Velaj. Mirë si u gjeta. Ju falenderoj për ftesën, është një kënaqësi dhe privilegj shumë i madh me pas dy idhuj të mi këtu prezent. E falenderoj zotin Xhelal Halili, ju uroj 25 vjetorin e krijimit të Agjencisë Spektakleve Jehona Shkodrës. Inshallah gjithmonë suksese e sa më shumë koncerte e mramje të bukura. Faleminderit edhe na të falenderojmë ty për prezencën sonte, sepse ti e starton, je e ftumja e parë e podcastit Një tonë. privilegj shumë i madh për mua. Orë më të shti, du të mu të qilë si shëllësini këtu. Se këtu është podcast. Mos Se nga ti s'po shumë shumë qilesh, bes. po për në apërtasë, po thënë tjetë që keni bon, s'keni bon kërgjan. Eshtë du të me ka dhu, ku ke le, kur e ke fillu kongen, si edhe një vedin, a ke pas sukses, apo e herë s'ke pas e ma në i ke pas, Kur ke si kënu tonë për në herë vëllë, të na parë? fitë s'kena pas sukses. Këta janë pyetja që i baj çdo lloj këngëtarit. Unë kam lind në fshatin Melgush. Kam fillu në vitin, kam kënu që ishe vogël që se kam fillu me fol.
kam kënu, por karriera eme ka fillu në vitin 96. Bukur. Dhe në vazhdim, deri sot këtu jam, shpresoj që të vazhdojnë edhe shumë vite tjera. Për një vojzë nga Melgusha, Alma, është shumë e bukur edhe e rëndësishme që ti ke një karrierë kaq gjatë artistike, edhe du me ditë sepse arti kërkon edhe sakrifica, Alma. Sepse duhet me kenë gjithmonë në formë, duhet me kenë gjithmonë e kurume, edhe duhet me kenë kështu me këtë linja që ke ti. Ke bën ai palestër, ke bë dieta drastike, apo si arrin me majtë këtë Po filloj se përmene arti ka sakrifica, aq sa është i bukur, e du shumë muzikën, aq është sakrificë shumë e madhe dhe tepër i vështirë. Njerëzit na shohin televizor derisa arrim me dalë aty kalojmë shumë sakrifica të mëdha derisa arrim me gjerë diçka të bukur që me kënaq publikun. Është e vërtet. Turoj gjithmonë të jesh kështu në formë. Formave, dhe unë nuk ekziston dieta, nuk e di. Ashtu Do të një sekret për ata që dojnë më dobësu, ha 10 herë në ditë, ka pak e shpesh. Normal lodhja ban punën e vet, agjësia, hani ultimet, shumë herë në ditë, po me sasi të vogla. Vogla, doktoresha. Më thonë të rretën Alma Vele është ja vetëm një këngëtare e mirë, po dhe një vajzë shumë e mirë. Faleminderit. Më ka taku me shku në disa vendet botës me te, dhe po ju ka zë një fakt çuditshëm për gjithë ju që e shihni këtë emision. Alma, për shembull, kujtohet një rast, nuk është vetëm ky rast, po vetëm për Ulqin, shku me të një mik i jemi, gjithë artistët, Dronja Zylikën, kanë Zefi, Moldi, Allah bekin e edhe mirë po na u qoshim mes, si më thonë, pishim kafe, Alma nuk i vidu, qumër e thonë ke Alma, që dresin është, Alma të të jazoj e shpis, Alma është të la endë. Kjo nuk vitë në dhomën e burrave dhe të shoqeve të veda, po la tanë endë të shpis, po shinjë tanë shpin, der me shinjë dhe oborin, e në mlevë dhe gjithë të vesh, që binë gjithët në vesh, ishte dhe kanë shumë e bukur popullore të duke. E muzikë sdet. Edhe kjo është Alma, të shti, e pa qibër kretë si të në Shkodron, edhe unë e kam përnëru gjithmonë për jo me në madhësinë, s'pa tham gjatë tjetër. Është vojzë shumë e thjeshtë. Alma, Faleminderit stagjana i takoj një femrës, janë punët e femrës, e di që ke një miqësi të hershme, edhe shumë të vjetër me këngëtaren e mrekullueshme Vjollca Lukaj. A vazhdon kjo miqësi sepse artistat janë edhe xheloz për njëri tjetrin shpeshherë? Është e vërtet kjo që thu Drane, me Vjollcën, Vjollca është mes në fshatin tëm, nuk i natë lidhur na diçka, por është mes, mund të kanë me pasi vajzë hallet, faktikisht Vjollcën. Me Vjollcën kena një miqësi dhe do të vazhdojmë tanë jetën miqësia jonë. Për mua është shumë e mirë. Shumë e E bukur. kam shoqe shumë të mirë. Fjala xhelozite unë të Vjollca nuk ka ekzistuar, as nuk do të ekzistojnë kurrë. Bukur, uroj të jetë kështu gjithmonë edhe shpresoj që Vjollcën ta kemi në një nga puntatat e podcastit të ftuar këtu. Shumë mirë, Alma, duhet të bëj pyetje që e di mirë, që s'kemi më kthy përgjigje. S'kam me kthy përgjigje. Ti ke kënu me shumë instrumentist. Po, vërtet. Me thonë cili është më i miri, a thuti? E mira s'ka fund. Unë i kam gjithë tanë shok, miq, dësha mirë për mua janë tanë të mira. Nuk kallëzën Se i kallëzova, i thash. Ja, është e Asa e vërtet. njafon pranë, Ja thati, nuk kallëzën. Faktikisht Imagjinoj me pyetun Jo. tëptësh kusha më i keqi. Pritet. Për mua nuk ka të keq. Për shef, mua nuk ka a të keq. shef. Për mua janë tanë të mirë, unë jam rrit me tanë këtu. Janë djemë të mirë, vajzat mira, si kolegë, si kolege. Shumë mirë e di. Shumë mirë ke bon, përse mu me banë përshtipi ke puna dasmëve. Se, Janë ngushtu shumë dhe kanë fillu. po, Kam ka shokun që ekonomia. i kam thirrur në garsë në vajzën për në fejesë, në datë lidit e me. E fejojnë, mardojnë vajzën, thënë për me kush marrë, po marrë, mërtu, po me A ngushtu. ngushtë. Ka dargja fjallat është. Ramja një ekonomisi tok, ka një fajet. Ja, si ka fajet, vetëm në ramja ekonomisë, po kam vizu një tjetër që s'nizojnë fëmijët me thirë shokët e babë, që janë 2 vjetër, na prishin atmosferë. Do në rinisë, Nuk do të fënjun atë, rinia nuk do ban të ligj. fënjun. Rinia ban Edhe, atmosferë. Normale. ka dhe gjën tjetër që më bën përshtypje,
se ti ke kënu shumë, e ke mërtu dërjanë, Po, pa fund. por kanë dalë të shti këta këngë, këta dasmët mi ma bashkë, mu s'përcenish. Thonëri edhe Me nusja. thonë drejten, asë nuk jam hiq Ja, dakord me unë këtë jam gjë, dakord por se- këtë gjë vendosin ata që bajnë dasme. Ja, ja, thjesht Se ata ju vendosin. vjen edhe Jena nesh, detyruar Se nuk se ka do ne- na prish prish shumë dy punë. dasma. Se- Ne na prish shumë punë se ka shumë familje dhe me thonë që jo i knove këtyne ma shumë, jo këtyne ma shumë edhe na bim një pozitë shumë të shtirë. Jo dhe nga në të ana raste. ekonomike ju ka Ana dëmtuar. nga normal. me vingë edhe... Marrë se një pjesë. unë- Se marrë vesh pëse mësë me bëmë dy herë qefë. Po me ka shumë vetë mino. Ma dhe ku të mi shumër se të një kongën, po në do krushka një Po herë. na lo krushko njëre. Orma. Po na lo. Nuk ekziston më bis. Mi qo S'ka ba- më, se mi s'kena qo- kuj me Me Se këtu. kam dorë. qef, Dalin kujtë. tonë për herë. A di ku kam qefin të ke kongë? Mi qo babës një selam, pa ka ma, Me tordh keq. Me të arkesh tordh mos keq. mund të kongë. E kongë dorshmosh, me thonë drejtën ka dhe një zion se ti e kongëtore mirë. Shumë. Faleminderit spes. Por një zion e kam vrejtje për gjithë kantorë të Shkodrës, në instrumentistët. Shkon në dorësëm Shkodrone, fillon me hengë tenors, pa këtë me të për 823 kongë që i ka Shkodra, nuk mund është e mi marrë të Si asnjë qytet tjetër. Po ja, ka dalë të shi, a ditë që është në di pse, arsyn, se me kongë Shkodrone nuk hadhen pare. Jo, bes Kurse nuk është e këngë- vërtet. Nuk është e vërtet. Këtë gjë a di unë sa është fusha e me këtu më fal. Para shumë viteve në dasma, unë kam knu gati një orë kongë Shkodrane. Kena hap dasma gjithmonë me kongë Shkodrane. Po thëmë, më banë përshtypje, palë më du me të pyet ty se ti e këngëtare, si në për dasmë tonë në Shkodër, edhe siglën dikush nuk e banë. Hymjen e hengur Shkodran që këna thonë dikur, për shumë është muzika që ka ba Mark Kaftalli, si mund të hapet shumë burë me te, e hapin prep me kongë Shqipnisë mesme. Dominën kongë Shqipnisë mesme, unë po thëmë janë burë Shqipnisë mesme, për nuk janë më të burë se Shkodranet. Që për shumë, Cimica. A krasot Cimice me s'ka më të bukur se Pranvera, për shumë. Po. Ose më ka hupë që leshët të tej, po për në mazë e ka hupë. Po e ka hupë populli shqiptar me milionën në fibrat piramidale sa bon i kongë, a e bon kongë di se e ka hupë që leshët. E vërtet, bes, po dasma ka prej gjitha zonave të tjera. Normal që ne do të respektojmë prej Shkodrët, prej Prej gjithë dasma ka, mbjell prej edhe gjithë mas ka, me edhe pas normal dumë që do jena t'i du detyruar. kongë të tëne. Normal. Edhe mas me Nuk këtë është du për kush për aty. këtë. Na filloj me kongë Shkodrane, do të thojmë Shqipërisë mesme, ka të Kosovës, ka Ulqini, Ulqini, normal. Po, Dibër, ka Po, të po. jugut, kongë bogra. Po. Po. E kjo është arsyeja që kënohen dhe me thonë pak nga sa ta më në shumë trejta. larmia që Sa më më shumë bukur. ka sa zënë më aftësinë e shumë. këngëtarit. Do të më ba Është qefin vërtet, sepse ka një repertor Tonë që gjanë si pranishëm kantar. Dakor. present. Olma, ti ke një karrierë shumë gjatë, si që thash edhe në fillim gjatë prezentimit tanë dhe ke kënu edhe shumë jashtë Shqipënisë. A mund të më thush gjatë gjithë karrierës tane, qa ke ti në gjatë veçantë që të ka me ty në mend, një diçka të bukur, por edhe në gjatë jo fort bukur që të ka me ty edhe je fiksuta aja gjatë, dhe më thonë që të ka nollë gjatë jetë, sepse gjatë jetë në nollin gjithfarë soj gjanash, Fatmirësisht gjanat shia s'kam pas, të mira normal, falenderoj Zotin, suksese pa fund, respekt të njerëzit, adhurim. Jam pak i smurë, shumë, po vjen si me shqit mëmë. Edhe jam me djetë të doktorit me hapa shumë. Por unë i premtoj alës nga që du shumë, që alma kur në thrasin e herë që di unë, du mu më tapë. Ta ja fjallën, Ha? ta ja fjallën, besa bes. Ja, me që e vune Olmen pak në ciklet me S'ka këtë siklet. bised, unë pa i tham, një e mirë Olmi këtë, ka ken një burë që ishte shumë gjelos për grune vetë, Alma. Edhe ka gjelozishte sa nuk e kishte shtinja së në punë asiherë. Ky burri shkote në punë për ditë edhe në orarin e kafes, kur tanë shokët e shoqet e punë s'pishin kafe, kë vrap telefonin e merte të shoqen. Alo, he gru, he zemër. Po më shpirt, he, a je në shpi? Po në shpi më ram, len shpi ti, sa hatë e gjyske që ki dollë për i shpijet. Në shpi je, po për zotin më burë shpi, ma ve një herë shisen me korrent.
Aja shoqja shkreta shisen me korrent pa për zotin, këtu gëzu çfarë grujet kam shpimar pas Latvenit, i dite, për ditë njëjtën gjë, i ditë thot, a di qa? Sot thot s'pa, marrë në telefon, unë po shkoj fillën shtëpia dhe ata po befasohet e ta po shkrihet thot kur të më shofin. Shkon kënë shtëpi, i bjen ders, hap derën dera qilun, gjen djalin 10 vjeç aty tu bë detyrat. Hamër babi thot, ku nana? Pasha zotën mërë bab zdia, ja mori shisen me korrent me vedja dhe iku. Pra ne ta kesh parasysh. Në strat, unë ka arsy pse për shembull dronë era në strat. Pa dyshim që e ke dasht këtë zhanër që shmi. Po, vërtet. Unë për shembull më kujtohet një numër i Big Peps. Ka kanë madh shumë. Sidomos për recitimet satirike, ka kanë shumë. Unë e kam zëmësu para 43-4 vjeç këtë teatr. Edhe më kujtohet një numër Aga, si me thonë, vjerri, plaku i shpis. Maj malë i shpis. Aga, nuse një 2 sahat, sa në shpi, nuse bërtit të kë. I shkreti. Nuse, s'ka nuse. Kur vjen nusja, mas një 2 orë. Po ku jetët me nuse, thët, të 2 orë të thirë. Hepër o marë aktet, dhe për kapshtinje, thët, se po më qmen, thët, një gjell. Një gjell, thët. Pa. Po thët me kanë gjell. Po e bëj halal, po kam frikë bësa në i zenel. Alma, si që thamë edhe në fillim, ti ke një karrierë bajagit gjatë, ke shumë vite që kënon, ke kënu gjithkund mrena Shqipnis, ke kënu edhe jashtë shtetit, dhe shta me ditë në gjatë gjithë kësaj karriere të gjatë që ke, a ka një moment që të ka mejtë në mend ty, diçka të bukur, ose edhe e jo të bukur, se njëri përballet me gjithë farë së i gjonash. Fatmirësisht, të pa bukura nuk kam pas, arti është i bukur përveç lodhjes, sakrifica, pa gjumësia, normal, por një gjë, këngëtari ka adhurusa, ka jo adhurusa. Falenderoj Zotin për shumë adhurusa që kam deri sot, por një gjë që kam e majtë kujtim tanë jetën që më kam majtë, dhe me thanë, për një familje, nuk i kam njoftë, thjesht nuk kam njoftë si këngëtari në familje Shkodrane, që jetu në Itali, vajza personit, i ka kërku i sot i shpis, vajz vet, Milan emrin tem, vajz, palin, vajz ala. Edhe sot vajza edhe pak bëhet 5 vjeç që një alë me vogël. Shumë e bukur, çfarë efektit Kjo është një knasi tepër e madhe, një vlerësim tepër i madh për mua. Kjo është Gjanat më të bukura që më kanë ardhur. Kjo është pra artisti. Mu më bjen shumë i natë, kur më një të thonë qenë bestik. Shumë më qenë bestik. Alba ja pasë një shumë, amin i bukur. Po ja kam një alda, vajs, një të bëha, një të kare. Aty i gëzoshin tonë. Po zëtën, am duke që i ke alma është këngëtare. A ke s'ka halama, përsa, dhe me këmuti, a ke arë për qëkjarë. Ta drejten atë më pëlqy ma shumë e najtë me ju. Ta përrit bëllë me ne, pa në këto e Se nga që ka kënu tonë jetën të shikon edhe me nej. Për kam duhet edhe ka herë nëj përqit me Pa ju. këto e nëjë. Unë thonë me dalë në bache. Okej, me shumë knasi.
kam. Hej, hej, os mund të ta diftoj. Prandaj zemrën moj të kam ban. Ti smitin e hallet e mia, prandaj zemrën moj të kam ban. Aman të kam ban. Baje hallit e sedi, o jam tjek jam për e vëlluhe. Si tja baje hallit e sedi, o hallit e sedi. Shumë bukur, këngë bukur, shumë këngë bukura. Unë shkrenjë me këtë këngë. Shkrenjëm kërët. Knoft zemra. Knoft zemra. E faleminderis. Bez, vetëm të pa humbën me qesh. Pa fol hiq. Pa fol hiq, më shtë angër shrokt. Ja, përse do në me të diqa. Lutem për hatër të mbanoj mi vjeq. Të shumë në kryva atë pjesën të e me drone. Po, të që kjo është humorista që është. Unë ju knova, ju knaqa. Bes, të shumë du me një edhe humor. E ka fjallën që je humorist, thot. Këmë marrë s'kjell një pjesë nga filmi Fluturim Pasioni i regjisorit Arjan Qulici, një dialog me Bujar Adamovin që e kam shok jetën në Amerikë. Bukur. E përshnesim edhe Bujar Adamovin, edhe shpresojme lajt na vina i herë na i puntat podcastit. Edhe në çdo puntat, na do të kujtojmë shokët e stratës, shokët e humorit, si që kujtova Big Pepen, edhe do të dhem një material letrar ku lësun me dramën, me Zylin, me Zepin, me Paulinin, me Gabak. Poet, apo ma bani tekst këngët se du me kënu për herë të parë, edhe du me shparthy. Sa vjeç je ti? 52. I ri pas ke fillu me kënu, po vash piqet zani. Se këngëtari më rëzëtni këngëtar, duhet me ken i veshën, i majton, i krehun. Mundësisht me pas edhe 2-3 tatuazhe. Edhe na, nuk t'i banë zoti gjitha. Se mjera kështë e kanë me pas edhe zamë, kështë e kanë gjamë madhe. Tash unë i plotësoj tana kushtet.
Unë du me shpërthy. Unë të rahi paret në dorë. Po ti të ra paret, po në na ka qilu edhe me na ra. Si ka pëlqy teksti, si kanë bo bis. Po që fejt ka poetit ty se s'bojnë bis me në 21 këngëtar. Poetit shkru tekstin. Edhe të shkru të ndoshta 2 herë. Po nuk mundet poeti me të shkru këtu ka bis. Am kuptën apo ja? Unë tekstin të në kam menu. Kështu. Po ku je, më i kanarin. Në cilën lagje e ke shpin, unë për ty do të qaj me lot. Do ke pushim punët sot, familjet i lajmëroj mot. E të pëlqen. Shumë e bukur. Ja, të pëlqen dhe pazari, thëmë. Mirëdita. Mirëdita, vajzë. Profesor Alqileja? Si jeni mirë? Hajde, më vajzë. Ka thënë Klausi për të bërë atë këngën. Klausi, Pa kam këtu për Klausin, marë Klaus. 15 tekste kam shqitë sot në këte lokal për 2 orë. Kjo është i fundit, s'ka ma. Gusha jote po loton. E lavo. Una jote po qoron. Në Elbasan baba po të shkon. Nuk e di, am kuptan. Zemrën time viziton. Sot vish kush po të kërkon. Ndash të raket, ndash avjen. Nuk e di, apo më kuptan. Të kuptoj, po... Ma mirë po e bëj vetë. A e ditë në mirë. Ta mani tekstet vetë. Pra ne s'keni për pas kur sukses se i bani tekstet vetë. Maso mërzit. Apo ma marrë dhe ti... Edhe këtë? E marron? Me gjysë shmimit. Jo, marron, po baj recital. Recital te? Po. Fillë recital? Lumë për guzimin. Edhe do me të nëru edhe me një bombastike. Ashtë për ty vish me pas zonë duhet. Merë dhe këte. Më falë, po kja është bardhë. Urna? Kja është bardhë. Kua teksti? Ashtë orkestrale. Atëherë, Alma, si çdo artist, shpresoj që gjithë artistët kanë edhe projektet e tyre për të ardhmen. Desha me ditë edhe prej teje, çfarë projektesh të afërta ke për vazhdimin e karrierës tënde? Me thonë drejtën, takohet e fundit unë kam bërë shumë projekte të reja, nga treva të ndryshme, normal se kërkon tregu sot, por një gjë do me theksu që muzikën shkodrane nuk e la asnjëherë. Bravo. Kjo me një tërmiduar të rokitje. Me jam rritë me te, nuk besoj se do në kush ma shumë se unë muzikën shkodrane. Edhe projektet e reja kam disa në vazhdim edhe do të vazhdoj, shpresoj që t'jenë suksesshëm. Teshti, kam dhe gju një shok të mund. Sa të jesë kanë nërë me një të amë, kështu a dorë amë me i lirë. A i ka dosh me një vishreti djallit Koll. Ka thonë, ja. Atëheri ka thonë kolazh. Kolazhi i dytë. Kolazhi i dytë, Alma. Kolazhi i dytë. Uje që m'je pëti
Sa të kuqet e qipi dynjane që zbukuroni. Sa jeshile, sa të kuqet e qipi dynjane që Bravo, Alma. Kolazhi ishte shumë i bukur. Nuk ka më shkodranet keqe. Kanë thonë dikur s'ka gol të keq. Gol ma fitet dheshtin. Edhe kolazhi është i bukur. Shumë, një të falenderojmë për pjesëmarrjen shumë. Faleminderit. Alma, ke në projekt ofert, në event ofert është? Mas disa ditëve, udhtoj për Amerikë në një event atje, event familjar. Shumë bukur. Shef Trumpin, ja. Shof ka herë. Se ose thuj ke selam, thuj për dronës e betin. Edhe të falenderojmë shumë Alma për prezencën tonë, të urojmë suksese e jetë sa më gjatë. Si thash edhe në fillim, është privilegj që jam unë që jam e para që jam të hap këtë event, ka është bukur këtë podcast, aq ma tepër ne jem shumë e privilegjume që jam intervistuar sot nga dy ikona që nuk i vinë ma shqiptaris, për mu jeni pa vdekshëm. Ju uroj shumë shnet e jetë gjatësi në karrierën tuaj. Pa qkome në Dhe marë. Dhe Gjelalit zë Gjelalit ju uroj shumë suksese. Ne i poftonë me legat prej nesh. Një gësht Artur Madia, lumë Shkodra e lumë Shqipnia. Unë e di mirë që flas, turi vdes për podcast. Moj margjel, mori malcore, ku po shkon me atë kosore. Ku jenis, o moj me shkue, s'po pletovash dhe mue, kam një hall me ta tregue, du me than, o sa të due. Marcello, mori Marcello, Gilma Syri, Kemşe, moj Marcella e Malcis, thuja kangë sovaris. Marcello, mori Marcello, si një gongel pas të qenë, Konte bukur e një asaj dit, do të marrë në kopshtin ti. Moj Margjel, mori malcore, të gjithë djemve me në tuan zore. Ku jenis, o moj me shkue, s'po mretovash dhe mue, kam një hall me ta tregue, du me than, o sa të due. Marcello, mori Marcello, si një konqen pas ke qen, konqe bukur e një asaj dit, do të marrë në kopshtin ti. Marcello, mori Marcello, si një konqen pas ke qen, konqe bukur e një asaj dit, do të marrë në kopshtin ti. Marcello, mori Marcello. Certifikat me njohje, Agjencia Spektakleve Jehona Shkodrës. I jep zënjushës Alma Velaj,
mirënjohin për kontributin e dhënë në mbajtjen traditës së këngës popullore qytetare shkodrane. Dhe si dallanyshja e parë e këtij podcasti me Jehonen. Producenti Xhelal Halili, regjisor Besnik Qinari, mjeshtër i madh. Alba Velaj, e gëzosh dhe sa më shumë suksese. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe një vlerësim shumë i madh. Të falenderoj shumë për ftesën, uroj që suksese në vazhdim. Falenderoj edhe dy miqtë e mi. E gëzosh. Dhe suksese gjithë kolegëve të mi që do të marrin pjesë në vazhdim në pjesë dhe suksese shumë në vendet të radhës. Shumë faleminderit për vlerësimin. Dhe miru pafshim në sofrën shkodrane në edicion 25 në datën 27 dhjetor, në Art Center Blue Sky.